Sot në zyret e Molla KS është lansuar zyrtare shitja e iPhone 7. Kosova është ndër 16 vendet në botë e cila ka startuar në shitjen e iPhone 7. iPhone 7, produkti më i ri Apple, është me 5 ngjyra të ndryshme: Rose Gold, Black, Silver, Gold and Black Jet. Ka një procesor 10 herë më të shpejtë se iPhone të tjerë, po ashtu është rezistent ndaj ujit dhe ka një kamerë 12 megapiksel. Materialet e reja që do të përbëjnë iPhone 7 kombinuar me mungesën e vendit për kufje, mund të bëjnë iPhone 7 celularin më rezistent ndaj ujit deri më tani. Valdrim Bikliqi tregon detajet rreth iPhone 7. Unë i prezantoj këtu iPhone 7, i cili është produkti më i ri i Apple. Fillon me 5 ngjyra, që do të thotë është Rose Gold, Gold, Silver edhe Black Jet, gjithashtu edhe Black. Ka një procesor A10, që do më thonë është 10 herë më i shpejt, është rezistent ndaj ujit dhe ka një kamerë 12 megapiksel me dy llojet lensav, që do më thonë wide angle, këndigjon edhe telephoto. Sevdaim Zeneli thot për të gjithë konsumatorët që dëshirojnë iPhone 7 mund ta gjejnë në zyret e Molla KS. Vlen të theksohet se Kosova është ndër 16 vendet në botë, e cila starton me fillimin e prezantimit të iPhone 7 për shitjen. Këtu jemi rënditë edhe ne dhe kjo është një përparësi për shtetin tonë, sepse këtu vlen të theksohet se ka një interesim shumë të madh konsumatorëve dhe posaçërisht kjo vlen sepse klientët, konsumatorët janë në hap me teknologjinë dhe me informatikën. Të gjithë ata që dëshirojnë të bëhen me iPhone 7 mund të gjejnë në Molla KS në Prishtinë me garancion 12 muaj.